E paralajmëroj edhe Fortesa që do t'jemi bashkë me kolegun ton nga Gazeta Ekspres dhe televizionit të shtatë Endret Jasharen, që nuk e kemi pas më të në gjesi këtë, sepse ka qenë pushet. Njerë pushet vjetor, tani pak me gref. Pak i shumë, pse është që kjo, do më thëmë, sa të krysh pushimin e ki një farë smundje, një farë, që ta prish, që atë lezetin e pushimit, që më duket. S'ki motiv, nështë për marë punën edhe vetë. Nuk ka qenë arsye të tonë pak, që në rregull. Ja, ne ka u një vargripi kogja i keqe, tu silë, që është kogja shumë, po e te kalova me sukses. Po, shumë ndeshje kemi pas gjatë kësaj jave në Champions League, shumë drama, cilët ekipe kanë spikat me shumë në fajt pak me në këtaje. Pa dyshim, faza 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve ka nisë me spektakël, me befasi, rezultatet pritshme, po kryesisht me rezultate cilat askush prej neve nuk i ka prit, po nisi me ndeshjet e ditës së martë, ndeshja që hapi fazën 1/8 së finales ishte ajo mes Galatasaray dhe Liverpoolit, ku Galatasaray për fatin e keqdonit shënoi fitore minimale, faktikisht 1-0 ndaj Liverpoolit, duke marrë një përsi të kënaqshme para ndeshjes së kthimit që do të zhvillohet të mërkurën në Anfield Road. Faktikisht atmosfera në Stamboll ishte e jashtëzakonshme, tifozët e Galatasarayt ishin fantastik dhe e përkrahën deri në momentet e fundit ekipin e tyre, të cilët arritën me marrë një fitore, megjithatë gjithçka mbetet e hapur për ndeshjen e kthimit, pasi që dihet që Anfieldi është ndoshta stadiumi më i vështirë për me dalë me fitore për atë. Rezultat pozitiv, po kur Liverpooli luan në Stamboll dhe më pas në stadiumin e vet, e dim çka ndodh, kështu që tek Shiro Liverpooli nuk është që i ka pas fort punë mirë çit sezon. E vërtet. Po mbetet më, po shpresoj shumë që me kalu Liverpooli që me pas ndeshje më të forta në fazën çerek finale. Në ndeshje tjera, Bayern Munich e shkeli Atalantën si musafir me rezultat 1-6 dhe veç se e kreu punën e ekipit që kualifikohet tutje. Rezultat të thellë arritja dhe Atletico Madrid që fitoi 5-2 ndaj Tottenhamit, kurse Barcelona barazoi 1-1 me Newcastle në Angli, ishin madje duke besuar humbje krejt në fund, në momentet e fundit Barcelona e fitoi një penalti dhe atë në gol e shndroi Lamine Yamal. Të mërkurën ishin ndeshjet më të forta dorën zemër, ajo e cila e kishte fokusin e krejt tifozëve të futbollit ishte ndeshja mes Real Madridit dhe Manchester Cityt, e ndeshja mes tyre dy skuadrave viteve të fundit faktikisht kemi pa shumë, herë Real Madrid duke fitu, herë Manchester City. Këtë herë në Santiago Bernabeu ishte vetëm një lojtar që ishte protagonisti kryesor, Federico Valverde, që arriti shënoi hat-trick qysh në pjesën e parë, edhe ja dha një përsi jashtëzakonisht të madhe Real Madridit para ndeshjes së kthimit. Manchester City, Pep Guardiola do ta ketë një punë shumë të vështirë për me përmbys këtë rezultat dhe me siguru kualifikimin në çerek finale. Gjithashtu vlen të përmendet që Real Madridi kishte 10 lojtar të lënduar në këtë ndeshje, nuk e kishte as Kylian Mbappé, megjithatë arriti të marrë një fitore shumë të madhe. Fitore të rëndësishme mori edhe Paris Saint-Germain që triumfoi 5-2 ndaj Chelsea. Ishte kjo një përsëritje e finales së Kupës së Botës për klube, e cila u zhvillua gjatë kësaj vere, ku Chelsea shënoi fitore aty, duke u shpallur kampion i botës për klube. Ndërkohë, të mërkurën Paris Saint-Germain triumfoi me rezultat 5-2, edhe konfirmoi një formë të jashtëzakonshme që po kalon në Ligën e Kampionëve edhe këtë edicion dhe pritet të jetë njëri prej konkurrentëve për me mbrojt titullin që fitoi edicionin e kaluar. Arsenali barazoi 1-1 me Bayer Leverkusen në Angli, në Gjermani faktikisht, ndeshja e kthimit zhvillohet në Emirates, edhe Arsenali do ta ketë padyshim përkrahjen e publikut vendas. E po du mundolte ndeshja Bodo Glimt Sportingo i Lisbonës. Bodo Glimti po vazhdon bevasia e vitit në Champions League, padyshim po vazhdon me korë suksese të jashtëzakonshme, triumfoi 3-0 në Norvegji, edhe me gjas kushdo që ka me lujt qatë stadium atje ka me po të merren me sy. Janë një ekip jashtëzakonshëm, shumë simpatike, i kanë fitu zemrat e ketë tifozave të futbollit. Fitore 3-0, ndeshja e kthimit zhvillohet në Lisbon, megjithatë nëse nuk do ndonjë bevasi, Bodo Glimtin do ta shohim në çerek finale të Ligës së Kampionëve për herë të parë në historitë të klubit.
edhe sipas gjitha gjasave do të ndeshet me Arsenalin, ku do ta ketë shumë vështirë, po shpresojmë shumë që mos më ndalë që kjo historia shumë e këndshme e tyre në Ligën e Kampionëve këtë sezon. Kush do të përcjell sportin dhe Champions League-ën e dim që riktimet edhe dramat janë të pashmangshme gjatë krejt edicioneve dhe sezoneve, kështu që kemi raste me bollëk të Real Madridit, Barcelonës kundër Parisit, Liverpoolit kundër Barcelonës, kemi raste që Chelsea Parisi që po besoj ka me qenë shumë interesante në ndeshjen e kthimit, shumë ndeshje tjera. Unë shpresoj personalisht si tifoz i Barcelonës që me poni përmbyesje të Manchester Cityt kundër Real Madridit. Nuk po e besoj. Nuk jam optimist, po nuk jam shumë i thtarë dhe fans e Realit, marr parasysh ndeshjeve të cilat i kemi pas edhe e janë lujt, kështu që po nuk po e besoj, sepse edhe Manchester City njësoj si Liverpooli nuk është në formën e saj më të mirë. E vërtet, po ka fillu me morë ka pak vetën tash, se në fillim i ka pos do rezultate negative, po që kjo fitore e Real Madridit me gjallë do tjetë pa rikthyeshme. Po vazhdojna me ndeshjet që janë lujt gjatë ditës së djeshme, i përmenda edhe pak më herët në ballinën e Gazetës Express, në Ligën e Europa Ligës edhe në Ligën e Konferencës. Kanë me qenë në aksion edhe ligat më të forta evropiane, cilat kanë me qenë ndeshjet më interesante. Po hi shkurt, rezultateve të djeshme, Bologna Roma 1-1, Lille Aston Villa 0-1, Panathinaikos Betis 1-0, Stuttgart Porto 1-2, Celta Vigo Lyon 1-1, Ferencvaros Braga 2-0, Genk Freiburg 1-0, Nottingham Midtjylland 0-1. Në Ligën e Konferencës nuk na ka mbet asnjë ekip kosovar, asnjë ekip shqiptar më pjesë e kësaj gare për shkak se në play-off tashmë u eliminuan edhe Drita edhe Shkëndija. Megjithatë duhet me i përgëzu për rrugtimin e tyre që kanë shkuat aty ku asnjë ekip shqiptar deri më tani nuk kanë arrit. Përkundër suksesit kanë fituar edhe kogja para të majme gjatë këtij rrugtimi. Kurse gjatë fundjavës top ligat evropiane do të jenë padyshim në aksion. Vëmendja në Premier League, La Ligue, Serie A, ku është shumë nxehtë për titullin e kampionit, sidomos Premier Liga, edhe pse Arsenali tashmë ka kriju një lloj diferencë, megjithatë na këtë dina qysh Arsenali dështon ndeshjet fundit. Po që jemi dëshmitar që edhe pavarësisht në shtat diferencës të madhe të pikëve në Premier League, kemi pa një kampion tjetër më pas në fund të sezonit, kështu që e vërtet. Sidomos se kemi pas rastin me Liverpoolin ku ka shku deri 100 pikë, po prap e ka hop titullin prej Manchester City. Ja e kam sulmuar me Liverpoolin veç. Se kam zoni zot se e kisha sulmuar për Real Madridin. Në gjatë fundjavë të shtunën Arsenali përballet me Evertonin, ku do ta kërkoj fitoren padyshim që me rujt këtë distancë që e ka me Manchester City, ndërkohë Manchester City në anën tjetër do të ketë një udhtim kogja të vështirë ku do të përballet me West Ham United. Manchester United ndeshet me Aston Villën, kurse dueli më interesant i kësaj fundjavë në Premier League do të zhvillohet të dielën me fillim nga ora 17:30, ku përballen Liverpooli dhe Tottenhami. Në derby. Po, edhe e mira e Premier League është që çdo xhiro e kanë si lojë shumë të fortë që pas para televizionit edhe me kështu Tottenham Liverpool një finale e Champions League. Liverpooli është shpallë dhe kampion 2-0 ajo ndeshje. Ndoshta për mendimin tim ajo ka ndoshta për finale më boring. Po e vërtet. E vërtet jam fan si Liverpooli po Arsenal e di. Në La Liga Real Madridi përballet me Elchen, Mallorca e Vedat Muriqit ndeshet me Spanjollin, po du më nalë që pak të Vedat Muriqi. 27 ndeshje i ka shënu 18 golla në këtë edicion, do më thonë një rezultat, një statistik e jashtëzakonshme, plus të e morë parasysh që është duke luftu për një ekip që është duke luftu për mbijetesë, pra gjendën në vendin e 18 në zonën e rrezikshme, i ka shënu më shumë se gjysmën e gollave të komplet ekipit, gjendet në vendin e dytë si top golashënues me njerë pas Kylian Mbappés. E shpresojmë shumë që me vazhdu që e thurin edhe ndaj Spanjollit, me naj hat-trick Vedat Muriqi, që me vazhdu me kanë form edhe për ndeshjet që Kosova i zhvillon në fund të këtij muaji. Ndërkohë Barcelona të dielën përballet me Sevillën. Kemi edhe Serie A,
Interi, lideri aktual që pësoj humbje në derbin e mandaj Milanit gjirën e kaluar për ballet me Atalantën. Napoli Amir Rahmanin ndeshet me Lecqen, kurse Juventusi e Dënxhegrovës për ballet me Udinesen. Kujrat e Dënxhegrova një lajm i mirë për të dje. Po urojmë edhe ne nga kjo studio. Po urojna na u bë për herë të parë. Faktikisht në fush nuk është që përja dëmë fort, po jashtë fushës të i shku këgja mirë, urojmë shumë suksese, edhe i urojmë edhe ma shumë minuta me Juventusin në këtë sezon. E drejt, e këthemi edhe tek futbolli vendor, shkurtimisht me na përmendësh sa cilat do t'jenë ndeshjet që do zhvillohen gjatë kësaj gjëroje, përmendit që Drita Shkëndija nuk janë më pjesë barave ndërkombëtare, por fokusi është tek futbolli vendor. Shkurtimisht na fal pak për ndeshjet që do t'jenë gjatë kësaj fundjave. Drita tashme fokusin e ka komplet në futbollin vendor, edhe gjendën në vendin e parë aktualisht me 3 pikë përpara Ballkanit. Këtë fundjavë pikërisht do t'jetë derbi mes Ballkanit dhe Dritës, ku ka me u përcaktuar ndoshta edhe ai ekipi që mundet me marrë primatin në Super League. Në ndeshje tjera Dugagjini ndeshet me Llapin, Prishtina ndeshet me Prishtinën e Re, pra derbi lokal, Malisheva përballet me Ferizajn dhe Gjilani me Drenicën. Gjitha këto ndeshje nisin prej orës 13. Do të shunën do dilën. Do të shunën do të djelen. Pas keni punë edhe ka gjatë dinamik. Po, si sakonisht çdo fundjavë. Këtë vit e kena edhe verën e zonën me kampionatin botror. Po besoj që kemi pas mundësi edhe rast me folë edhe për kampionatin botror, po edhe për përgatitjet e Kosovës për ndeshjen që ka në fund të këtij muaji bashkë me Slovakinë. E vërtet, këto do të jemi një diskutim krejt, kënaqësia ime don. I ndave krejt këto detaje dhe këto informacione bashkë me shikuesit e #gjetit për dramat në futbollin ndërkombëtar, po edhe atë vendor. Ne kemi më u takuar edhe javën tjetër, patjetër. Patjetër, faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi si gjithmonë.